bën Misini. Zotri Misini, faleminderit shumë që je bashkë me ne. Përshëndetje. Pse kaq shpejt ndikohen çmimet në Kosovë varësisht nga zhvillimet gjeopolitike që ndodhin për botë, ndoshta jemi të parët që ndjejmë rritjen e çmimeve? Po, për shkak që një farforme mendësia apo mindseti i bizneseve primitive të importuesve të naftës, drejt për drejt, ende pa furnizuar me çmim të ri, ata e rrisin çmimin e për litër të naftë. Ndërsa nëse zbritet çmimin e tregjeve të aksioneve, ata nuk e zbresin derisa furnizohen me një çmim të ri. Domethënë kjo është e padrejtë edhe pandershmëri e bizneseve të cilat veprojnë në dy forma. Në formën e parë, në momentin që i rritet çmimi në tregjet botërore, rrisin çmimin këtu, ende pa u furnizuar me çmim të ri nga importi, ndërsa nëse bie çmimi në tregjet botërore, këta bizneset në Kosovë nuk e zvoglojnë derisa të furnizohen me një çmim më të lirë të naftës. Dhe pse prekme më së shumti, për arsye sepse jemi më të